Deputetja e Partisë Socialiste Lisa Spiropali ka reaguar përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, mbas raportimeve të fundit për përplasje dhe tensione brenda Partisë Socialiste. Në mesazhin e saj, Spiropali thekson se prej ditësh emri i saj është përmendur në emisione dhe forume publike, shpesh sipas saj, jo mbi bazën e fakteve, por si pjesë e interpretimeve të ndryshme. Ajo që mungon është qetësia për të kuptuar se jo çdo gjë që ndodh kërkon një rrëfim të menjëhershëm publik, shpreh ajo, duke sqaruar se heshtja e saj nuk është mungesë reagimi, por një zgjedhje e vetëdijshme. Në vijim, Spiropali e zjeron reagimin përtej aspektit personal, duke ngritur shqetësime për klimën politike dhe shoqërore në vend. Ajo flet për një model që sipas saj po normalizon arrogancën dhe abuzimin, duke i kthyer ato në forma të pranueshme. Sipas saj, ky model ndikon edhe në funksionimin e partive politike, duke zbehur konkurrencën e ideve dhe duke favorizuar përshtatjen ndaj strukturave të pushtetit më shumë se sa meritën. Spiropali paralajmëron se mungesa e debatit të hapur nuk sjell stabilitet, por krijon tension të padukshëm, ndërsa thekson se në një klim të tillë edhe meritokracia rrezikon të mbetet vetëm një parim formal. Në komentin e saj, Spiropali shprehet: "Ka ditë që në emisione dhe forume flasin për mua, me një siguri që shpesh nuk vjen nga njoja, por nga nevoja për ta mbushur boshllëkun me versione. Zërat shtohen, interpretimet shumë fishohen, ndërsa ajo që mungon është qetësia për të kuptuar se jo çdo gjë që ndodh kërkon një rrëfim të menjëhershëm publik. Heshtja ime nuk është mungesë përgjigjeje, është një kufi i vendosur mes asaj që duhet thënë dhe asaj që duhet kuptuar. Sepse në një kohë kur gjithçka kërkon të shpjegohet, rrezikojmë të humbasim kuptimin e vet përgjegjësisë. Ajo që po ndodh nuk është thjesht një çështje personale, por një shfaqje e një modeli që po zjerohet me një normalitet të heshtur, ku arroganca dhe abuzimi nuk paraqiten më si devijime, por si forma të pranueshme shoqërore. Ky model nuk imponon vetëm vendime, por ndërton një kulturë ku bindja konsiderohet virtyt dhe përshtatja shpërblehet më shumë se merita, duke zhvendosur gradualisht politikën nga një hapësirë e konkurrencës së ideve në një strukturë të mbyllur, ku rëndësi ka sa përshtatesh, jo sa vlen. Në këtë rrjedh, fitoria fillon të humbas përmbajtjen e saj morale dhe reduktohet në rezultat, ndërsa besimi që e legjitimon atë dobësohet në mënyrë të padukshme. Dhe kur iluzioni zëvendëson reflektimin, atëherë edhe dinjiteti fillon të trajtohet si një element i negociueshëm, i varur nga momenti dhe nga pozicioni, jo si një vlerë që qëndron prej pushtetit. Këtu fillon edhe heshtja e debatit, jo si mungesë mendimesh, por si mungesë hapësire për t'i vënë në jetë. Sepse debati nuk zhduket, ai shtypet, dhe kur shtypet nuk krijon qetësi, por grumbullim të padukshëm tensioni. Dhe pikërisht aty ku debati zëvendësohet nga dokurdsia e heshtur, meritokracia fillon të përmendet si parim, por nuk funksionon më si praktik, sepse ajo kërkon një drejtësi që nuk pranon kompromise me reatinë e pushtetit. Në këtë klim, frika nuk ka nevojë të shpallet për të ekzistuar, ajo ndihet, shpërndahet në mënyrë të heshtur dhe bëhet pjesë e një rendi të ri, ku njerëzit mësohen të masin fjalët, jo për nga vërtetësia, por për nga pasojat. Dhe kur kjo ndodh, liria humbet karakterin e saj si ushtrim i përditshëm dhe reduktohet në një dëshirë që përmendet më shumë se sa praktikohet. Kjo është ndoshta forma më rafinuar e kufizimit, ku liria nuk ndalohet, por zbehet. Ndërkohë Europa mbetet referencë e përhershme në diskurs, një fjalë që përdoret për të legjitimuar çdo drejtim. Europa nuk është një narrativ për të cituar, por një rend vlerash që kërkon përputhje, dhe çdo distancë mes fjalës dhe praktikës e bën këtë referencë të zbrazët. Në këtë pikë, politika përballet me një pyetje që nuk mund ta shmang. A jemi duke ndërtuar një sistem që prodhon përgjegjësi, apo një sistem që e justifikon dhe riprodhon veten? Fitoria nuk merret, ajo provohet. Meritohet kur njerëzit nuk të ndjekin nga frika, por të besojnë nga bindja, dhe kur largohesh, mbetet respekti, jo vetëm rezultati. Prandaj nuk kanë folur për veten, sepse kjo nuk është një histori që fillon dhe mbaron me një individ. Është një pasyrë e një kohe që kërkon më shumë reflektim se sa reagim. Dhe ndoshta, në një moment kur gjithçka kërkon zë, heshtja bëhet forma më e fortë e fjalës, sepse ajo nuk i nështrohet me njershmërisë, por i jep kohë të vërtetës për të marrë formë, përfundon Spiropali.